Ky është gabimi më i madh që të gjithë bëjnë kur pastrojnë vaskën. Zgjedhja e madhe e mjeteve për pastrim na jep mundësinë që të zgjedhim, mirë po, produkte ndonjëherë nuk i përdorim si duhet. Gjithsesi, banjo është vendi me të cilën gjejmë më së shumti bakterie. Për të pastruar si duhet kërkon shumë kohë. Do të duhet që të keni kujdes që të mos nxitoni dhe të bëni gabime që detyroheni sërish ta pastroni. Kur pastroni banjon, duhet më parë të spërkasni me mjetet disinfektuese, sepse ai duhet patjetër që të qëndrojë për një kohë që të mbyt bakteriet. Shumica nuk veprojnë kështu sepse nuk kanë kohë që të presin, ndaj mjetet menjëherë aplikohen dhe shplahen, duke menduar se mjafton që të qëndrojnë në sipërfaqe për 2 minuta. Ekspertët propozojnë që mjetet disinfektuese për pastrimin e sipërfaqeve të vaskës të lihen minimumi 15 minuta në mënyrë që t'japin rezultatet e shumëpritura. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i